2 miliarder shqiptar, 2 intelektual vizionar, 2 patriot. Janë këto personazhet për cilët unë duhet flas shkurtimisht sot. Jemi në Manchester të Britanisë së Madhe, pikërisht në qytetin ku ato shtrinin aktivitetin e tyre gjatë viteve 20-30 të shekullit të kaluar. Bëhet fjalë për vëllezër Kakariqi, Mark dhe Tush Kakariqi, njëri i diplomuar në ekonomi në Londër, tjetri në gradë të Austrisë si inxhinier. 2 figura të rëndësishme të shpadhjes së pavarësisë para saj dhe mbas saj. Mark Kakariqi, vllai i madh ishte dhe organizatori i konferencës së Triestes që u kundërvua ndarjes së territorit të Shqipërisë nga konferenca e Londrës. Por ishte dhe ai që shkruajti me dorën e tij tekstin që lajmëronte shpalljen e pavarësisë në të gjithë kancelaritë botërore, nga që ishte një njohës i shumë gjuhëve të huaja. Ai ishte shoqërues i Luish Guerakuqit dhe i Ismail Qemalit. Me fondet e tij personale bëri që ato të udhtonin në gjithë Evropën në atë kohë, derisa arritën në Vlorë për të arritur në datën 28 nëntor në proklamimin e pavarësisë shqiptare. Vëllezërit Kakariqi ishin aq të famshëm në vitet 20 në Britani të Madhe, sa që gëzonin dhe simpatinë dhe miqësinë e mbretit të atëhershëm të Britanisë së Madhe, që ishte George V, George V, pra gjyshi i mbretëreshës Elizabeth, stërgjyshi i mbretit të sotëm Carlo. Ato ushquan dhe në fushën ekonomike, politike, sociale, kulturale, aq sa në Shkodër sollen vepra të Canovës, vepra të Rembrandtit, teatrin e Scala di Milano, dhe themeluan bashkë me Giovanni Paramithiotin, ato që kishte themeluar me parë Interin, themeluan dhe klubin Vllaznia, sa Tush Kakariqi, vllai i vogël, ishte presidenti i parë i skuadrës Vllaznia. Me i gjithë veprimtarinë e këtyre 2 vëllezër të jashtëzakonshëm të shekullit të 20, do të flas në kanalin tim YouTube. Nga Manchester, ju përshëndes dhe uroj çdo të mirë.